Rikthehemi në studio, drejt për drejt në mëcën e informacion në këtë pjesë të tretë do të flasim për avokatin e popullit. Ka pasur një propozim nga Partia Demokratike përse përket formulës së zgjedhjes titullarit të ri, por kjo formulë është rrëzuar nga Partia Socialiste, ndërkohë që në garë janë disa kandidatë. Parlamenti pritet i kaloj për votim seancës 11 dhjetorit, por për më shumë në lidhje me formulën se si do zgjidhet avokati popullit e gjitha këto zhvillime. Me mua në studio është bashkuar avokati Adriana Kalaj, është dhe kandidate për avokatin e popullit. Zonja Adriana, faleminderit që me mua. Kënaqësi, faleminderit dhe bërtesën. Nisim fillimisht për ta shpjeguar si është aktualisht formula e përzgjedhjes avokatit popullit. Me thënë të drejtën, unë nuk jam fut shumë, po di që ka propozuar Zoti Bardhi me cilësinë e drejtuesit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, një formulë të caktuar ku PD-ja do çonte disa emra dhe nga këto disa do t'i zgjidhte PS-ja, pastaj PD-ja emrin fitues etj. Që në fakt qoftë dhe në këndvështrimin tim, po dhe në qoftë në bazë të diskutimeve që është bërë sot ke grupi parlamentar, së pari e kompleksonin situatën, e dyta Partia Demokratike nuk ishte pse të mbështeste kandidat që s'ishin Partisë Demokratike, sepse dashje pa dashje dilte dhe qëllimi kryesor edhe i deklaratës së Zotit Balla, që tha ne kemi rënë dakord që është një kandidatur që i takon opozitës, kështu ka shkuar edhe në respektim të traditës, kujtoj këtu pa i hyrë kandidaturës së zonjës Ballanca, por edhe zoti Totozani, që u zgjodh në qeverisjen e zotit Berisha, Partia Demokratike, që kishte edhe numra dhe të gjithë, në asnjë moment nuk refuzoi dhe nuk bëri asnjë lloj analize se kush ishte zoti Totozani. Ndërkohë, në 2017 ne jemi të gjithë dëshmitar, se si zonja Ballanca me çfarë më informuan, madje nuk ka qenë as në listën e kandidimit, u propozua nga Partia Demokratike e kohës dhe sot vazhdon të mbaj mandatin e avokatit popullit. Pra, përsa kohë që politikisht kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste thot që kjo është një funksion që i kalon opozitës, edhe për faktin se nëse ti do të kesh në konsiderat jo vetëm gjendjen de facto të Shqipërisë, po edhe gjendjen normale, çfarë ndodh, kur pushteti ka pjesën më të madhe të institucioneve, është shumë normale që avokatin e popullit, pra atë që merret direkt me të drejtat e njeriut, ta ketë kandidatja e Partisë Demokratike ose e opozitës, ta themi. Kështu që debati në këtë gjë ishte fokusuar, sepse ne po kështu riskonim që edhe vetë Partia Demokratike të binte në grackën e Partisë Socialiste, që duke zgjedhur një kandidat që nuk ishte i Partisë Demokratike, po i listës, atëre, ne nesër nuk mund të ankimonim ose nuk mund të kishim pretendime se i pari Zoti Balla dhe gjithë të tjerë do thonin pse po ngrini zërin ju, ku lista erdhi nga Partia Demokratike. Kështu që për mua është bërë e gabuar edhe kjo dhënia e firmave pa teklif, por gjithsesi mendoj që grupi parlamentar sot e ka ndreq edhe këtë është në fakt vakum ligjor. Për të shpjeguar tamam, pra është propozuar për të shpjeguar pjesën e firmave dhe çfarë u vendos në mbledhjen e grupit parlamentar. Sepse vetë Komisioni i Ligjeve ka dalë në një vendimarrje që një deputet ka të drejtën vetëm një të firme. Ndërkohë që kjo nuk është shumë e qartë në ligj, pra është evazive, dhe ndërkohë që deputetët e Partisë Demokratike kanë mbështetur me firmë, pra jo me vot, kanë mbështetur disa nga kandidaturat. Unë e di që janë rreth 8 kandidatura. Tani në këto 8 kandidatura, tani ti nuk mund t'i paraqesësh si kandidatura të opozitës, se nuk janë. Dhe thash, ky është dhe problemi që ne mund ta dilte nesër, që Zoti Balla dhe gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste zgjidhte një nga këto të pavarurit, dajt më shumë që një pjesë atyre ishin edhe probleme të cilat kanë edhe moralisht konflikt
me Partinë Demokratike, për sa kohë që janë njerëz të Sorosit, të paguar nga Sorosi, që punojnë për llogari të Sorosit. Pra ne nuk mund të themi që do shpallim non grata Sorosin edhe do propozojmë njerëz të Sorosit, është nonsens. Pra edhe në raport me demokratët, ne tregojmë që nuk e kemi seriozisht luftën me Sorosin. Nga ana tjetër, vendimi sotëm i Partisë Demokratike, që është për të përshëndetur për shkak të respektimit të garës, për shkak të respektimit asaj që ty ta parashikon kushtetuta dhe ligji posaçëm, që ata janë tërhequr nga të gjithë firmat që kanë dhënë dhe një vendim që do t'i shkoj pas këtij vendimi është që do dali emri apo i emrave që do mbështesi Partia Demokratike. Pra, Partia Demokratike do shkoj me 1, 2 apo 3 emra dhe Partia Socialiste nuk ka asnjë lloj të drejte të ndërhyj se si dhe kë propozon Partia Demokratike, përsa kohë që e ka deklaruar që ne do mbështesim kandidaturat e Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha, përsa kohë që e gjithë tradita e këtyre viteve e ka treguar dhe është e konfirmuar që ky pozicion i takon opozitës. Zonja Kalaja, para se të vendosni të kandidonit për këtë post, pra për avokatin e popullit, zhvilluat një bisedë me kryetarin e Partisë Demokratike, me zotin Berisha? E morët mbështetje? Pse nuk e kishit ju mbështetjen? Po jo, unë e kisha në mbështetje dhe e kam, dhe për të qenë e sinqert edhe me ju, po edhe me publikun që më ndjek, në fakt, unë gjatë gjithë kësaj periudhe kam pas shumë mesazhe nga qytetarë të ndryshëm, nga miq, nga njerëz brenda dhe jashtë PD-s, kur më shihnin gjatë aktivitetit tim. Pra, unë de facto e kam bërë rolin e avokatit popullit. Vetëm 86 kallëzime penale që unë kam çuar dhe unë e kam deklaruar dhe vazhdoj ta deklaroj, unë s'kam asgjë personale me askënd, unë kam shkuar në SPAK, sepse unë respektoj SPAK-un dhe kur dal kundra atyre prokurorëve dhe gjyqtarëve që shkelin ligjin. Ndërkohë që unë në të 86 kallëzimet, unë kam mbrojt interesin publik. Unë nuk kam asnjë lloj interesi që të bëj kallëzim po marr rastin e portit të Durrësit. Po marr kallëzimin tjetër të çështjes Beketi, apo shumë çështje të tjera që lidhen me Erion Veliajn, që nga Teatri Kombëtar, që nga inceneratorët, që nga Tirana DC, që nga Eko Tirana, që nga 5D-ja. Pra, interesi im ka qenë mbrojtja e interesit të publikut. Dhe thash, de facto, unë e kam bërë këtë detyrë. Ndërkohë që mesazhet po shtoheshin dhe ndërkohë doli dhe në bisedat kështu jo zyrtare, që do rihapej gara për avokatin e popullit dhe në një takimet që unë kam bërë me zotin Berisha më tha që më kanë propozuar emrin tënd, unë jam shumë dakord, tha që të mbështesim. Por nga ana tjetër thotë që do mbështes Partia Demokratike, zoti Berisha ka thënë që do mbështesim Besim Drejgjonin. Shiko, Besim Drejgjoni... Pra, përpos këtyre kauzave që ti ke ngritur edhe denoncimeve që ke bërë, pra paralelisht ke bërë një farë avokati i popullit me problematika që ju keni ngritur, pse zoti Berisha thotë që do mbështesim kandidaturën e zotit Besim? Tani për hyrës vërtetës, tash Berisha është një njeri për cilën unë jo më kote vlerësoj shumë, mbas babait tim, sepse ai është një njeri që ka treguar në disa herë që ka dëmtuar dhe vetën, po e ka mbajt fjalën. E dim të gjithë që në legjislaturën tjetër ka qenë i vetmi kandidat i Partisë Demokratike dhe i opozitës, zoti Drejgjoni. Pra, në mënyrë të beft, zoti Berisha dhe Partia Demokratike nuk mund të hiqte dorë nga zoti Drejgjoni dhe këtë fakt e dija dhe unë kur e diskutova me zotin Berisha. Ose më qartë kur ma tha zoti Berisha që ishte i gatshëm të më mbështeste në këtë rrugtim. Tani, thash dhe njerë, ajo është komplet në tagrin e grupit parlamentar dhe të zotit Berisha për të zgjedhur kandidaturën që mendojnë që përfaqëson më mirë Partinë Demokratike, opozitën, po mbi të gjitha kauzën në mbrojtje të interesave të qytetarëve dhe është më serioze që këtë vendimarrje ta marrë Partia Demokratike dhe të mos e lërë evazive që ta zgjedhë Partia Socialiste se pastaj nuk është kandidat i Partisë Demokratike. Është tjetër pjesa e votimit
Pjesa e votimin, unë e di shumë mirë që unë nuk i kam votat, edhe nëse do jetë emri im, unë nuk i kam votat e Partisë Demokratike, edhe po ta mendoj votat që duhen, edhe po të mendoj që e gjithë opozita do të më votoj mua. Unë më duen 84 vota. Pra, kjo prandaj shkohet me atë marrëveshjen me opozitën, dhe kjo nuk është as marrëveshje pazari, as marrëveshje biznesi, po kjo është një marrëveshje përsa kohë që ato janë të bindur dhe kanë deklaruar që ky është një pozicion që i tako opozitës, atëre në vazhdën e emrave që do propozoj opozita, pra unë këtu kam ngullur këm gjithmonë. Emrin duhet ta zgjedhë opozita. 1, 2, 3, ky duhet jetë i Partisë Demokratike, duhet jetë i opozitës, pra ne nuk kemi pse çojmë emra të kandidatëve të pavarur, ndërkohë që nesër na e përdor edhe pushteti, po mbi të gjitha duhet patjetër mund të kemi edhe reaksion nga demokratët. Cila është pritshmëria juaj, zonja Adriana? Me të drejtën 8 kandidat apo? Jo, 6 kandidat janë aktualisht? Flitej për 8 fillimisht, pastaj kaloi propozimi, më duket i zotit Bari, thash t'jeme sinqert, e kam lexuar nëpër media, nuk e di se sa e vërtet është, ishte për 6 kandidat, por për mua, do me thënë, rriten shumë shanset përsa kohë që Partia Demokratike ka marrë një vendim që nuk do mbështesi 6 veta, por do mbështesi një numër shumë të kufizuar dhe këto do jenë tamam kandidat të Partisë Demokratike. Pra, t'jenë kandidat që të shkojnë me postin avokatit të popullit, përveç kontributit, përveç asaj që kanë investuar për demokratët, qytetarë dhe Partinë Demokratike, po dhe t'jetë edhe reale që ky është një post që i takon Partisë Demokratike. Pra, do me thënë, e gjithë konflikti që qëndronte deri përpara se të merrte ky vendim, është që ne mund të binim në grackën e mazhorancës dhe ata të zgjidhnin kandidatin që ato donin, por me dorën tonë. Pra të nxirrin gështenjat nga zjarri me dorën e Partisë Demokratike. Zonja Adriana, sot si e shihni ju institucionin avokatit të popullit? Keni një platformë për këtë institucion, si duhet riformatuar, reformuar për të ardhur në ndihmë shqiptarëve? Me thënë të drejtën, marr shkas edhe nga një deklaratë e zotit Blushi, lidhur me një hetim që ka bërë avokati popullit për zotin Meta. Në fakt është një skandal i papar, ajo çfarë ndodhi jo vetëm me arrestimin, po edhe me një lloj persekutimi që po i ndodh brenda ambientit të paraburgimit. Mendoj që përpos raportit që mu duk shumë korrekt dhe shumë profesional, unë mendoj që avokati popullit, gjatë gjithë saj veprimtarie, ka patur ngërçin që priste ankesat e qytetarëve, të viktimave, të familjarëve për një shkelje të caktuar që të niste hetimin. Ndërkohë, në platformën që unë kam prezantuar përpara Komisionit Ligjeve, mbase këto ditë e bëj dhe publike, unë kam thënë që avokati popullit, me tagrat që ka, këto hetime për një ngjarje të rëndë, siç është zoti Meta, nuk ka nevojë që të ankohet Partia e Lirisë për zotin Meta. Ato pamje të llahtarshme ne i pam të gjithë. Pra, unë mendoj që avokati popullit, me strukturat që ka, se ka shumë komisioner aty të përgatitur, duhet të nisi hetime kryesisht. Merr vesh për një ngjarje të rëndë siç ishte për shembull ngjarja e Pogradecit. Ju po ta shikoni tani, edhe vetë gjykata ka ndryshuar shumë gjëra çfarë ka thënë prokuroria. Po dhe vetë prokuroria ka qenë kundra shumë veprimeve hetimoreve që ka bërë policia. Atëherë, kemi rastin e një vrasje qoftë edhe pa dashje, por kemi rastin e disa punojësve të institucioneve ligjzbatuse, të cilët kanë manipuluar me provat, kanë manipuluar me dosjen, kanë favorizuar vrasësit apo të dyshuarit për vrasje, dhe në raste të tilla, unë mendoj që nuk ka nevojë fare që tek avokati popullit të shkojë një ankesë. Avokati popullit duhet të dali dhe të nisi një hetim kryesisht, ja njeh ligji. Ndërkohë, kemi protestën e minatorëve. Nuk ka nevojë fare minatorët të çojnë letër ke avokati popullit. Minatorët po protestojnë në vend, po protestojnë tek parlamenti, dhe avokati popullit ka, sepse
tek e fundi statusi minatorit, a shkelje drejtave të njeriut. Pra, ka shumë çështje që lidhen me të drejtat e njeriut dhe po kështu ka shumë mënyra që avokati i popullit t'i zgjidhi drejt dhe në interes të qytetarëve. Një pikë shumë e rëndësishme që unë kam ngritur, dhe në fakt e kam pas si kauzë edhe kur kandidova për Bashkinë e Tiranës, por tani e kam zgjeruar pak të kauzën, sepse nëse ti lufton për votën e lirë, ti nuk mund të luftosh për votën e lirë, nuk mund të luftosh për pluralizmin, për demokracinë, nëse ti nuk ke akoma një ligj për referendumet. Ne sot në 2025, pra pas 35 viteve, ne nuk kemi një ligj organik për referendumet dhe ne vazhdojmë me vetëm atë sanksionimin në kushtetut që referendumet do inicioni me 50.000 firma të qytetarëve. Ndërkohë, propozimi im është bazuar edhe në të gjithë praktikën mbar botërore, që të ketë një ligj të veçantë për referendumet dhe të ketë parashikime për referendumet lokale dhe për referendumet kombëtare. Për shembull, për një çështje të nxehtë të Durrësit, po marr portin e Durrësit, meqense jam marrë shumë me këtë çështje, nuk ka pse të vendosin qytetarët e Tiranës. Nuk ka pse të vendosin qytetarët e Vlorës. Qoftë edhe për sheshin e Flamurit që u bë ai diskutimi. Duhet ta vendosin qytetarët e Vlorës. Për shembull, ka një ligj shumë të mirë Zvicra që e ka shumë të koncentruar, madje ato edhe në zona lagjesh, për një investim të saktuar, për një shëmje të saktuar, për një devijim të diçkaje, ata mbledhin komunitetin dhe bëjnë referendumin. Pra, unë kam bërë 2 propozime në raport me këtë, që të ketë referendum kombëtar dhe lokal nëpërmjet një ligji të posaçëm, dhe nga ana tjetër kam kërkuar që nëse unë do inicioj ligjin përkatës, por duke ulur numrin e votave për referendumin kombëtar, se referendumet i bëjnë mirë vendit, duke quar nga 50.000 në 20.000. Ndërkohë, për referendumin lokal, do bëhet me një përqindje të popullsisë, sepse për shembull sa popullsi ka Tirana, nuk e ka Kuksi apo nuk e ka Shkodra. Një pikë tjetër lidhet me sistemin e drejtësisë. Avokati i popullit është antar i Këshillit të Emërimeve në drejtësi dhe duke qenë në këtë pozicion, ka mundësi të ndërhyj edhe për çështje të saktuara, siç kanë të bëjë për shembull ndryshimet e kodit penal, ndryshimet e kodit procedurave, dhe kjo duke u lidhur qoftë me numrin stok në rritje, po qoftë dhe me rritjen shumë të madhe të numrit të paraburgosurve. Kjo edhe në referim të direktivave të Bashkimit Evropian, i cili ka tentuar me forcë që të ulet numri të paraburgosurve, ka qenë në nivelet 53% dhe ne në vend që ta ulim e kemi çuar 62%. Pra, avokati i popullit me marrëveshje me projekte të caktuara në bashkëpunim me prokurorinë e përgjithshme, me prokuroritë e rretheve, pra unë këtu deri diku përjashtoj rolin e SPAK-ut, sepse SPAK-u merret me zyrtarët, kurse këtu qëllimi është që ne të mbrojmë sa më shumë të drejtat e qytetarëve dhe të kalojmë nga masa e arrestit me burg në masa shumë më të lehta të sigurimit personal, për t'i dhënë edhe mundësi qytetarëve të ndryshëm që të ndiqen në këto masa të lehta gjatë hetimeve që bën prokuroria, por të kontribojnë për familjet e tyre dhe mbi të gjitha ne i japim një ndihmes shumë madhe buxhetit të shtetit, se sot paguajmë 50 euro në ditë për çdo të paraburgosur. Thash kam shumë për ta mbyllur. Platformë shumë e gjerë kjo jo. Me thënë të drejtën, sipas informacioneve, ka patur edhe një pritshmëri shumë të mirë në komision. Unë kam hedhur dhe idenë të binjakëzimit me avokatin e popullit në vendet e Europës dhe të botës. Kjo jo thjesht për të marrë eksperiencën e tyre, dhe është shumë normale, që duhet ta marrin,
po ka një rëndësi shumë të madhe, sepse nëse ti vendos marrëdhënie komunikimi me partnerët e tu në Europë apo në botë, ti ke detyrimin moral dhe ligjor të mos mbrosh vetëm qytetarët brenda vendit. Një qytetar shqiptar i shkelin të drejtat në Britaninë e Madhe dhe ti duke qenë në kontakt me avokatin e popullit të Britanisë Madhe, ti mund të krijosh kushte që a janë të vërteta pretendimet e këtij qytetari shqiptar dhe deri në çfarë mase organet kompetente në shtetin e caktuar kanë shkelur ligjin apo të drejtat e njeriut. Pra, mendoj se ka disa pika shumë të mira dhe ajo që unë dua të bëj me avokatin e popullit, dua që ta shndroj nga një institucion që sot nuk e ka vendin e merituar në një institucion që duhet marrë pjesë qoftë në për shembull ka një nen të caktuar aty, për shembull që një herë në vit avokati i popullit shkon dhe raporton në kuvend. Unë them sipas prezantimit tim që avokati i popullit duhet shkojë në kuvend dhe të prezantojë apo të ngrejë shqetësime për raste të caktuara edhe më shumë se një herë. Po, kam ngritë dhe një shqetësim, në fakt ja kërkova atë komisionit, edhe nëse unë thash nuk do kaloj, është shumë e rëndësishme, është një vendim i tubimeve, meqense unë jam marrë shumë me protestuesët dhe tubimet, mendoj se ka interes dhe për publikun, është një vendim i gjykatës kushtetuese në 2021, ku ka hequr atë paragrafin të merret leje nga policia, po thuhet organizatori protestës vetëm njofton policin. Po lidhet me paragrafin tjetër të nenit 262, që ligji i vjetër, ose neni i vjetër e konsideronte vepër penale bllokimin e rrugës, ndërkohë që gjykata kushtetuese i ka thënë kuvendit ndryshojni këtë nen. Dhe çfarë kemi pas ne në protestat e teatrit kombëtar apo të opozitës, shumë qytetarë janë arrestuar, janë mbajtur edhe 3 ditë në arrest në burg, sepse është konsideruar nga prokuroria si bllokim rruge, vepër penale të bllokimit rrugës. Ndërkohë që nga 2021 gjykata kushtetuese ja ka lënë detyrë kuvendit. Pra, unë këtë ja kërkova Komisionit Ligjeve, thash edhe nëse unë nuk do kaloj për votim apo nuk do votohem si avokat e popullit, kuvendi në interes të publikut duhet ta ndryshojë këtë ligj. Sa favorite shikoni kandidaturën e Adriana Kalas me gjithë këtë platformë? Nëse Partia Socialiste ka seriozisht dhe nuk po bën blofin e radhës, pra nëse ka thënë që unë do t'ja lë opozitës, pastaj unë mendoj që larg modestisë, se unë nuk i kam qef shumë këto filmat apo këto lajkat, unë nuk mendoj që ka në i kandidatur që të ketë dhënë kontributin tim, aq më shumë që unë e kam pasion atë, unë të gjithë të tjerët jo për mburje, po nëse të gjithë të tjerët largoheshin, shkonin në për shtëpia, unë mbas protestës e gdhia dhe në për komisariate apo në për dyert e gjykatave. E qartë. Zonja Kalaja, faleminderit që ishe në studio. Faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi, faleminderit. Shkojmë në publicitet, rikthehemi në pjesën e fundit.